Përshëndetje të dashur priveista, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë, si çdo javë tjetër do ju sjellim më të rejat e këngëtarëve tanë, qoftë për jetën profesionale ashtu edhe për ato private. Mbrëmjen e sonte e nisim me një material i cili ka të bëjë me të ndjerin Dr. Flori, i cili kohë më parë kishte përgatitur një demo për të realizuar një bashkëpunim me këngëtaren Aurela Gaçi. Mirë po amanetin e tij e çoi në vend e vetme këngëtarja. Këngën mund ta shihni edhe në kanalin YouTube. Mes të tjerash, Aurela Gaçi në flet edhe për jetën e saj. A do bëhet ajo sërish nën e kuptojmë bashkë në vazhdim. Vdekja e papritur e artistit Dr. Flori ishte shokuese për shumë kohë, por veçanërisht për njerëzit që punuan me të e dashën si njeri, si mik e si bashkëpunëtor. Ajo që përjetoi më së vështiri nga bota e yjeve këtë humbje është këngëtarja Aurela Gaçi, e cila para pak kohe publikoi klipin dhe këngën me artistin e ndjer. Kënga i lindi vjet. Pothuajse në këtë kohë. Thot hajde shpejt se kam diçka shumë të bukur. Sapo e krijova. Unë shkoj, e dëgjoj, edhe më tha, këtu tha tek refreni unë dua që ti të hysh pa fjalë. Vetëm me një zot fort duhet ta gjejmë, domethënë çfarë vokalica të fort mund të bësh ti. Mua më pëlqeu shumë, por kisha plan tjetër për të dalë me diçka tjetër dhe prap nuk dola as me atë këngën tjetër që kisha në plan, se jo të gjitha ecin. Dhe i thash, e thash, po kjo që nga kaq e bukur, thash, kaq ritmike, kaq siç jam edhe unë vetë, domethënë. Thash, po jo tani, thash, të keqen, të lutem, i thash se kam një plan tjetër për të bërë diçka tjetër. Mirë, s'ka problem se vjen vera tjetër, këto lloj ritmesh janë gjithmonë në kohë, nuk ka problem. Por tha, mirë është ta gjejmë njërat vokalicën, tha, dhe pastaj, okej. Thash, po pse i ke përdorur këto fjalët mangupa, gangstera, kullera? Tha, dua tha të fus ta fjalët që përdorin në Kosovë. Këngëtarja vendosi që amanetin e Dr. Flori ta finalizoi deri në detajin e fundit. Klipi mban filmimet e këngëtarit ndër vite, por në ambientet e njëjta na shfaqet edhe këngëtarja, duke përmbushur me skena fjalët e këngëtarit që thot në tekst. Duke e njohur mirë Florin, dhe duke i parë realizimet e klipeve të tij, ai i mbante gjërat thjesht, si në jetë. I mbante gjërat bruto. Nuk i kishte shumë qejf këto lukset. Ishte kundra jo rrymës, po nuk besonte në një luks që ne vërtet nuk e kemi. Dhe po të shikosh realizimet e klipeve të tij janë shumë reale. Me kaq për Florin nuk do të mbetet. Aurela si një mike e vërtet është duke u marrë me një projekt gjigant, ku do të ketë edhe shumë këngëtar tjerë të përfshirë në këtë këngë, dhe klip që do të realizohet në nder të Dr. Florit pas një viti që ai u nda nga jeta. Vllai vet, Albani, është duke punuar në demot që i ka lënë në studion e tij. Do të nxjerrë shumë shpejt një album të këngëve të tij. Për një vjetorin më ka thënë se dëshiron të bëjë diçka të madhe me artistët që e kanë dashur vërtet, që ka pasur lidhje me ta, jo thjesht një artist i skenës, se nuk do të thotë që ti t'i njohësh të gjithë. Dhe do të jetë diçka e bukur, besoj se do të bëjë një koncert të madh ku aty do të jemi gjithë, besoj. Energjike dhe asnjëherë e lodhur nga ajo që bën, nuk do ta përmbyll verën vetëm me këtë këngë. Projektet e saj do të zgjerohen dhe puna e kësaj vere do të jetë më pjellore për skenën e muzikës shqipe. Kam projekte tjera, të cilat kanë filluar, kanë edhe një vit që presin aty. Një këngë që unë muzikën popullore e dua shumë, muzikën folk e dua shumë. Adrian Hila më ka përgatitur një këngë që i kushtohet nënës. Tjetër këngë prap me Adrian Hilën, është një balade e bukur me Rozana Radin. Kam projekte tjera, por janë akoma demo. Vetë jeta që bëj nuk më lejon që të jem ditë për ditë në studio. Këngëtarja është e martuar dhe lumturia e saj vëret qartë në sy që shkëlqejnë. Madje të gjithë e dim që Aurela është nëna e një vajze që e frymëzon atë në shumë lëvizje e vendime të saja. Po tani, është e gatshme këngëtarja të bëhet edhe një herë nën. Unë dua shumë, po të kisha kohë, po të kisha le të themi njohur njeriu e shpirtit tim, ta kisha njohur më shpejt, sigurisht do të kisha bërë dhe më shumë fëmijë, sepse i dua fëmijët shumë.
jam shumë e përkushtuar dhe e dua familjen plot. Dhe më thënë, jam rritur me gjyshër, gjyshe, xhaxhallar, halla, njerëz që duan mbesën, fëmijët rreth e rrotull, dhe më thënë, jam rritur me këtë lloj familje. Dhe sigurisht që do të doja më shumë fëmijë, në qoftë se e ka shkruar Zoti do vi, në qoftë se nuk e ka shkruar, nuk dim gjë. Ne po punojmë. Është me të vërtet një artiste e madhe, një këngëtare me super vokal dhe një mike që nuk të harron kurrë. Të paktën kështu flasin njerëz të rreth saj dhe veprat e publikuara ndër vite.